ndryshe në Top Albania Radio. Erdhi më në fund. Dhe opozita shqiptare e vërtet në studion ton. Zoti Sajmir Koreshi, shumë faleminderit që erdhe, që pranove ftesën tonë dhe që gjete kohën se e di se sa të zënë jeni ju. Ka qenë gjithë ditën punë sot, megjithëse gjithë ditën në punë. Është kënaqësi të jem gjithmonë, nuk rifuzoj ftesat. Faleminderit. Në fakt çu ke qenë gjithmonë. Gjithmonë i hapur i qet. Mbyllëm vëdesh. Kështu janë në përgjithësi njerëzit nga Lushnja apo shumë personale Po kjo? ne kemi qef ne që vim nga fshati, kur vim në Kasabak, kështu që përgjithësisht Po jo, Vazhdim Kasabaja është Tirana. orientoj me Kalin Skënderbeut akoma. Si të thras, zoti deputet, zoti Sajmir, zoti Koreshi. Ne kemi këto kohë të fundit në shtëpinë time, është bërë nga i çunish i vogël të 3 vjeç. Ka filluar kjo e pyesin ç'i thot mamën për gjyshen, për nënën time, se më thot Mirosh, edhe ai thot Milosh. Milosh nuk tras dot. Kështu që Sajmir bashmëreku. Sajmir. Atëre, pyetja e parë është direkte për ty, do bëjmë pak politik. Sa pyetje pa nivel, do bëjmë kemi një intervistë në fund, po kemi edhe një surprizë për ty në fund, që nuk do na prishësh gjithsesi. Sa e bukur është ajo. Gjithë kjo që kemi po shohim deri tani në Parlament Shqiptar, është show apo është opozitarizmi i vërtet? Jo, nuk është show, sidomos këtë periudhën e fundit nuk është show, realisht pavarësisht mundësive të opozitës, duke qenë se mandatet e vjedhura bëjnë një gjë tjetër, por nuk është show. I mundohemi me të gjitha mënyrat për realisht se s'mundet të quhet show kur Balluku sot është në SPAK për kallëzimin e të opozitës. Po të ishte show, do kishim bërë gjërat e dera SPAK-ut dhe do ishim. Pra ca punë të mira i keni bërë, si më thënë. Absolutisht. Po si e vlerësoni ju situatën aktuale politike në Shqipëri? Dramatike, është një dramë sepse nuk funksionon asnjë hall shtetërore. Duke mos funksionuar asnjë hall shtetërore, patjetër që drejt për drejt nuk bie te ne që marrojmë ne punë, ne marrojmë punën tona, me të thënë drejtën, po të ketë një punë deputet, po të ketë hall në spital, apo po të ketë diku me tjetër që e pengon, po njerëzit prezantohet populli ka të vështirë të çajë. Njerëzit është realisht bëhet, do të thënë gjithë shkarkesa e turra e druve shkarkohet mbi ta ata, kështu që problemi është tek njerëzit, jo tek. Cili është problemi më urgjent? Që thua ka shumë probleme dhe është dramë kudo. Cili është më urgjenti që duhet me u marrë se s'bën? Se mua nuk më interesojnë, se jemi sinqert politikanët që vjedhin që do bëjnë burr. Nuk ma shu fare. Çfarë do bësh për mua? Do më kthesh lekët, do më kthesh rrugën, do më kthesh spitalin. Jo, më shqetësojnë 3 gjëra. E para një sistemi arsimor që ne po degradojmë që nga mësuesi që vetëm me mesatare 4.5 duke qenë nga rroga një tjetra. Dhe po ne mësojnë ata fëmijët tanë, ka degraduar dhe roli i mësuesit në shoqëri. Po dhe paset shkollat pastaj janë dramë, si janë brenda të ngrohtë, domethënë po të shikoj bën ndryshimi nga shkolla private në shtetërore në mënyrë drastike. Patronazhistët janë ata ose di drejtor kanë bërë një para ca ditësh pola në parlament ku është ky ligji për arsimin dhe pikërisht e preka këtë pjesë që drejtorët vënë të gjithë pozicionin mirë dhe nuk japin mësim. E dyta, në mendimin tim, është spitalet. Është gjatë mua marrin gati 70% telefonata i kam për spital. Pra thua njerëz të afërmishë. Jo, gjithë sepse nuk bëjnë dot një skaner, nuk bëjnë një rezonancë, nuk kanë një mundësi se thon s'ka krevate, pastaj mos flasin për onkologjikun e këto pastaj që janë më dramatike. Pra nëse ka 2 gjëra dhe treta për mua, pavarësisht do ta bëj siguri drejtësi, është kjo e treta, kategoria e tretë. Pse them këtë? Gjithë njerëzit kanë krijuar një bindje të tyre tani se çdo gjë shkon mirë me drejtësim sepse SPAK-u dhe gjegoja, sepse na shikojnë politikanët, aty ti shikoj burg gjithë se ato pra që thash. Janë gjithë hajdut. Por nga ana tjetër, për mua 95% tjetër e drejtësisë është drejtësia normale që duhet të zgjidhësh një kontratë midis palëve që nuk funksionon, shkon 17 vjet. 17 vjet. Ai liri me dirëzim sendit ka marr dikush që ka hyrë me qiratë e shtëpia, ka hyrë do 17 vjet ta nxjerrësh. Çfarë vlerë ka shtëpia jote pastaj mas 17 vjetësh, se ku ti gjesh aty ti marrësh qirapa do 17 vjet. Për zgjidhje martesë burrë grua do 7 vjet. Do të thënë, ki pas raste që ne jemi më keq se para 2013-s apo diçka. Në atëherë, nuk duhet të di 2013 nuk është se ka qenë mirë. Do të thënë gjithë të gjë e kanë nxjerrë vetëm qeveri Rama apo ka një përmirësim? Ka degraduar, për shembull, un po ja rasti me hartën e fundit ndryshimit të
drejtësisë, këto 3 vitet e fundit që bëhet me vendim këshillit ministër fatikisht, një zgjidhje martese që dikur bëhesh për 2 muaj, po ta marr lushnjën, sot do 7 vjet. Pra ajo është ndar, bashkëton me tjetër, ka lindë fëmijë tjetër, ndërkohë që del me burri, ish burrin fëmijën certifikat se nuk ta regjistron një. Dhe ti do bësh i gjyq të dytë mas 7 vjetësh për të bërë njëjën atësisë saj tjetër. Domethënë në këtë pikë unë them që ka dështuar sepse ka 2 momente, është fytyra e Spakut që realisht ka vlerë, ka sfumor çdo gjë tjetër, po dhe pjesa tjetër ajo normale që ne përballemi për ditë nuk shkon. Pastaj për dhe siguria. Me të thënë drejtën tash kur ty thonë që ti marrin drejtorit përgjithësisë, policistë marrin celularin, ja sekuestron. Apo gjithë shikosh policat, shefat e komisariatit gjithë me iPhone 17, ne me zia ka vjen te 14 dhe 15. Po si ka mundësi këta që kanë kohën për 600.000 lekë, 600.000 lekë rrog? Ta në kohën për 600.000 lekë rrog, te jam me 2 telefona 7. Po pse flasim ne në përditshmërinë tonë që këtu jemi qytet i sigurt, domethënë në Shqipëri ecën rehat deri vonë, nuk ke ngacmime apo gjëra të vogla këto të pa. Shiko, jo, nuk janë gjëra të vogla, nuk janë gjëra të vogla. Milano për shkakun kanë frikë dal një natë. Te ka populli vet, jemi ne shqiptarë që e mbajmë këtë gjë. Po të them dhe një gjë, nëse në Milano ndodh kjo gjë, nuk ta ndodh kurrë që dikush një italian ta grabisi diku në rrugë ti marrë celular. Pra të gjithë kanë vajtur, pse nuk vin vetëm me kontratë pune këta legjinse, po ti vish që të vjen në Shqipëri, nuk turret njëri me tash Shqipëri. Kurse atje kanë vajt sepse Milano ka edhe për të vjedhur. Këtu s'ka as për të vjedhur, ç'a të vjedhësh, ç'ka do vjedhur. Po të kontrollosh burrat, ti shkundesh me zi bie 500 që nga xhepi. Siko ka një tjetër pyetje politiko profesionale. Tani ju vini nga. Ti si apo jo? Po ti mezi pas ke priti politikan në studio. Edhe sidomos sa i mirë, për zotin mezi e kam prit. Edhe i kam thënë salsa me disa herë. Se e kam qejf, është dhe tip sportiv, është edhe i këndshëm, simpatik, është. Vini nga një zonë po thoja me tradita të forta bujqësore, cilat janë vështirësitë kryesore që po përballet sot fermeri, se në ka një kategori që vdes për, domethënë kam një kategori që i kam shumë pikë të dobët dhe janë fermerët dhe që janë aja dhe asaj që ham edhe që pip, që thonë gjithë ato këshillat vijnë nga ushqimi, nga ajri, nga. Tani puna bëhet si në mesjet. Domethënë ka kategori A, B, C dhe Z. Hallëxhin që janë atje. Vazhdon Z, Z kategoria Z. Po tani me bllokimin e fondeve i park, po shikosh, të marrësh një database se kush ka përfituar, hallëxhin nuk kanë përfituar. Asnjë hallëxhi. Pra i gënjemi me ato 20 litra napo që të punosh tokën apo të them sot, ju të bëni një sondazh, ju ftoj dhe ju sfidoj dhe ju si televizion se sa grur është mbjellur si vjet. 0. Më thënë ka një rënje 90% e mbjelljes grurit, sepse e para një problem me farat, që është shumë dramatik dhe vazhdon. Sot unë kisha një pyetje, që këtë duhet ta rregulloj shteti apo jo? E importoj. Po patjetër, po do kontrolluar farat dhe bursia të gjitha ato që licencohen, nuk ka licencuar shteti ta për prodhimin e farave, por kush marr përgjegjësitë këta? Pra, e kam pyetur këta grumulluesit, sepse nuk grumullojnë faren e shqiptarëve, dhe më thonë para që këtu hyn 200 lloj farash. Dhe ne kurse ne marrim një kategori, për shembull kur marrim nga Ukraina që vjen 6000 ton për një herë, e dyta në bursë është shumë më lirë se sa i del kosto një fermeri shqiptar. Nëse fermeri shqiptar i del me 25 lek, atje ata e marrin me $17. Kështu që çka interesi ka ai me të marr 17 lloj farash që nuk e kanë dhe atë brumin, ajo kokëriza e grurit, në krahasim me atë që merret. E dyta, ja për shembull rast që ka ndodhur sot është ka dal lakra sallat me 2 koka. Do të ne hedhur. Ka dal lushje sot, ka dal divjak. Shpjegon ti mua që kur hajm atë domaten, atë shalqinin e lushnjës, kur ham këto prodhime tona kanë shije dhe janë të mira, se nuk hahet, shalqinin në Itali nuk më fare. Apo molla. E dikush një problem, pra nuk është. Pra ti thua shumë keq, po ne na shijojnë. Jo, nuk do të thash në këtë kategori. Unë thash që nuk është i mbrojtur fermeri shqiptar dhe si është fola për fermerin sin mesjet. Nuk është fermeri ai që ti nëse ti i thua merr këtë thesi dhe hidhja, sepse do këtë thes, nuk e ka bërë fermeri shkret atë thesin. Edhe ai thes nuk është kuti shkrep se qeveri propagandë. Ai ka hyrë me trajl. Tani po të shikosh etiketat që përmbajnë thesat e plerave, nuk kanë atë përbërje kimike realisht që duhet të kenë dhe nuk japin atë produkt pra atë lloj cilësie që duhet të japin. Kështu që ata shtojnë shkretat, shtojnë miell dhe shtojnë ujë. Po Kastraveci jonë është më i mirë se ai i Itali. Ai në Itali është ku. Ku ka si Kastraveci jonë? Të tha dhe ministri i drejtësisë. Ministri i drejtësisë? Vendosi mua ministri.
Një pëlqen kastraveci shqiptar. E domate zemërkar. Tash më thënë të drejtën, ja vin vjerrit e mi nga Italia, Elona na bli domate se këtu s'han. Absolutisht ka për shemb produkte bio sa dush, që të pulat e zojt ose vezë të fshatit, absolutisht. Jo janë produktet për mua, ka shumë fermerë që i kanë bio, por nuk kanë rendiment. Ato produkte që janë me vërtet mira, që janë vërtet bio, nuk kanë rendiment. Edhe gjenden për pak njerëz apo gjenden për pak njerëz, absolutisht. Por pse nuk bëni bashkë këto opozitës? Pse nuk bashkoheni? Po bashkim, nëse si me bashkë. Me Isall, me Isall. Me Isall vetëm jeni, po në mendime s'jeni bashkë. Po në mendime kështu ne pjesa. Njëri thot unë nuk duam flamur të PD-s në protestën time, tjetri thot unë kam qenë ke PD, nuk du të jetë. Ka dhe një gjë, është se puna e atij ato buzit që ne duam shul, nuk e duam kështu pse që një ka atë, jo, do të gjithë vend parë, vend parë, gjithë shofer mundësisht. Pavarësisht se ke 10 në Qinë apo 1000 vota, më thënë, qofse ka një të keq, për supozojmë që kemi Ramën kundërshtar, hajde ta rrezojmë pastaj. Por të merret një kjo, të bie një pushteti, pa hajtë e gjejmë se gjejmë për qeverinë është një gjë tjetër se kush do ta formojë. Po më kemi një qëllim përbashkët. Po pra, po nuk ja qellojmë dot, domethënë shqiptar, edhe po të shikosh se ne themi partitë e reja ose këta liderët e rinj, po të shikosh, po ndrrun këta për 40 vjet. Ja imi sot, ja kanë bërë sfidë diku deri se sot është avokat popull. Dhe i thash, po patët ju në herë me palë zgjedhjen nëpër partitë e juaja, po unë s'di ç'a të them. Dhe ne provum ne. E tërhoqëm firmën e spati burrin thoshte. Ç'a thotë tha, e bësh gjyqje me dhat, fop xhep letrat xhep e vrap kuvat. Pra nuk është ajo mentaliteti që thotë që po viti kush i ri dhe po bën diçka të re. Cila është më e rrezikshme, është opozita, është maggioranza apo janë këto komentet në për Facebook e në për rrjetet sociale? Jo, këto shiko, Ramën po e tremin shumë realisht dhe këto komente, por me thënë drejtën opozita shkon deri diku sepse e shikoni opozitën si duhet të marrë armën. Nuk qëllon, nuk vjen me, nuk ka më pushtet që të legjitimohet duke të atë marrë armë. Përderisa të bësh kallëzimet, mund të shtosh gjithë ligjet që ta bëjnë, më tepër s'ka nuk e vetë ngresh. Po pse duhet të ndigjej Vila në protest? Po, atje do thosh ti që pse keni natë që si nuk uftur në orgji. Aty kishte artist huaj, ai është një vend turistik o burra. Kisha, po tash sipas kisha natë se s'mftun dhe mu të bëj orgji. Sa të them, se nga vilat veçit. Po një për njërë të gjitha do vilet që kanë dalë atje dhe shit. Tani e kupton çka kemi. Po ju nuk shkuar për djegur orgjin. Ndizet çik dritës. Jo, po ishte me dritat kuqe. Sho ne nuk ja prishëm gjyrën e atje, dhe aty dritat e kuqe ishte dhe ne flakët kuqe. Nuk ja vë njëri flakën atë kësaj rrugës. Ha, po mirë, ne jemi çik ne jemi 100 vjet mrapa dhe 50 vjet anash në Fadilas, kështu që te kjo punë nuk e qellon. Unë jam gati të votoj për kryeministër, I swear. Jeti shok me Ulsi Manjën, kam kuriozitet. Ua, ato vetëm zihen. Po prandaj kanë që vetëm. Me thënë drejtën, fol mirë se e kam komshike dera përballë do të spionoj. Sot, më thënë jemi zënë kur jemi zënë në herën e fundit që lloji që zënje politike nuk kam, po shok Ulsi na morim qaf me këtë hartën territoriale dhe realisht e kam pak peng se na hoqi mas 120 vjetësh dhe gjykatën dhe prokurorinë në Lushnjë. Iku dhe jo? Një herë për një herë. Po, na ka çuar fier dhe ne kemi ngel fshatin më i madh i Fierit. Sepse nuk ka asnjë institucion në Lushnjë. Na ka sjellë gjykatë administrative që për ata kafexhin që mos i mbyllen ata dyqane, se asnjë lloj shërbimi tjetër nuk ofron, kështu që drama vazhdon të jetë pikërisht për këtë. Domethënë, qytetet e vogla sot po vuajnë pikërisht këtë centralizimin që i kanë bërë kjo qeveri, se më që centralizon nuk kam institucione. Dhe që gjykatë s'ka fare, vetëm Tirana është. Or të vetëm Tiranë. Pra, ne kishim një shembull debati që bëja me ish kryetarin e Kelegjezës, i thoshte, "Ore, ju e keni shembull gjykatë administrative të apelit, e cila i vonon nga 8 vjet dosit. Pse më do të bëni një shembull kaq të shëmtut që shkoni ke njëta gjë. Shkoni te ajo ta bëni edhe një Tiranë. Por halli ishte vetëm një. Të gjithë gjyqtarët e apeleve në 6, se ka pas 6 në gjithë Shqipërinë, kishin hall që edhe nga Tirana. Çfarë bënë ata rrugë tani? Pse më duket mua sikur më shumë bëni si Big Brother ju, siç bën Miri me Rogertin, se sa i keni me vërtet ato shërbime. Tani e para njëherë kemi seriozisht ato që kemi për të thënë, por e dyta ne as nuk zhihemi, unë paktën te politika që bëj unë nuk prek as familjen, as personat drejt për drejt që të merren me gjëra që nuk janë politik. Pa ama çka ka te pjesa politike që nuk shkon, nuk kursehem dhe nuk kam për të kursyer sepse realisht
qeveria e gjatë ose ndetja shumë në pushtet të largon shumë nga baza. Pra je mbi pekure duar sikur gjuhë të lavdërojnë, në vërtet ai të kërkon në vend punë që të hanë buk, po këtë ka shar 200.000 herë nga ana tjetër. Këta janë largur nga masa. Biles Rama dhe në i tjetër unë jam gati të vë basë që nuk mbajnë lek me në gjep, po t'ja tërgosh portmonedhën, po t'a ndrosh, nuk e kanë. Po se i ka të gjitha, ma bje shpi këtu, ma bë gati avionin atje, do iki ta bë pushimi këtu, helikopterin ta marr atje, këto ai nuk e di që janë kosto. Ne si ikim dot për shkak ata të Korçës nuk ikin në helikopter për të vajt për smurje në Tiranë. E kam të pyetje për ty, e kam të pyetje për ty. Do ta bësh tani apo ti lëm pyetjet serioze se do kalojmë ke pjesa 2 që janë apo e ke serioze për këtë pjesën? Jo, unë kam serioze për këtë. Serioze të fundit serioze. Fundit. Kur bën zgjedhjen PD, do e votosh Berishin për kryetar? Po të shohim kush do jetë përballë. Po nëse ka ndonjë që të pëlqen do votosh atë tjetrin? E para një që them që vota shef shet. A ke qef bësh vetë kryetar? Jo, se a qelloj dot. Jo. Ne fshatarët nuk na vjen dorës për kryetar. Por jo, se kam pasur, se kam të ambicje, është akoma herët një e para një që të bëhesh për kryetar, para duhet të jesh një lloj lideri në çfarë mënyre. Ti je provuar edhe pak në pushtet se si si drejtues. Pa patjetër, jo vetëm se vetëm nga maderoncia, por duhet provosh edhe kur ti je një. Do ta bëjmë më konkrete. Saliani përballë Berishës. Saliani përballë Berishën. Për arsye se kam një gjë me Salianin. Do të thënë Robi, unë shkova 12 herë kur ai ishte vuan dënimin e padrejtë në gjykimin e tij dhe prisja telefonat për kafe kur dilte. Si a qelloi dot bëri, tani kur ai s'po varte këtë pjesë, imagjino të bëhet kryetar, sa do ba. Mirë, logjika qëndron. Thjesht për kaq. Ervin ti zakonisht merr telefon, sa i mirë thuaj hapini kafe, se do t'japi votën pastaj. Mirë, do kthehemi tani. Kemi muzikë, kemi lajmet e orës 19 dhe do kthehemi në pjesën e dytë që është më rozë. Unë dua të njoh shumë. Ku e ka bërë shkollën zoti deputet? Familja, gruaja, fëmijët. Kemi pyetje interesante. I kam këto pyetje që dua ta. Mirë, vetëm pas pak. Mos u mërzitej, mirë? Vetëm pas pak kthehemi në ndryshe, mos u largoni.